Kemi telefonat të të inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Ka mundësi një pyetje ose një këshill tham. Urna Allah, po të ndëgjojmë urna. Shamull për disa këshill, shamull për mëshirë. Jo vetëm në shamull lagjën time, po ka të shpesh që pëlqejnë muzikë, shamull në ata është Ramazan, jam pi punë dëm pak me përshu, asë më përshën mëna, mi mshel dyrt. Shamull zheg, mi qel dyrt, shamull drejtarët mi hap, s'mon është për muzike. Jo një dy shamull, po 10 dit nuk e në finalin heq. Shamull asë ditën asë natën asë di. E vërtet vëllaj, e vërtet. Edhe unë ndaj me ty këtë shqetësim, edhe ndaj me ty këtë zhurëm, po thëmë që po e përjetojmë dhe po e ndim të gjithë, por po thëmë gjitha këto janë si pasoj e humbjes së edukatës dhe kulturës. Për para, jo shumë, s'po them para 300 vjetë, por për para, nështë para 20 vjetëve, 30 vjetëve, 40 vjetëve, edhe ma herët, kur ka qenë Ramazan, na kanë treguar edhe baballarët tanë dhe gjyshin të na kanë treguar. Për para, kur ka qenë Ramazan, edhe ata që kanë qenë të fesë tjerë, Sërbët për shembull, në Ramazan janë ruajtur që mos më hongën publikisht në rruga, se muslimanët kanë Ramazan, do të pas kujdes. Sot janë bën më të nxit se Sërbët. Apo publikisht del pin duhan, del atje në kafe, hajnë buk, të nuk e agjiran, vjen turpi Allah xhela xhelaluhu. Pse s'pa ku e publikon këtë mëkat publikisht? Pse publikisht e bën këtë gjuna? Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu ummati muafa illa al-mujahirun. Allahu xhallahu ala ka mundësi të gjithë ja u fal gjunat. Përveç ata që publikisht i bojnë gjunat pa marrë ata. Tani duhet bëjë pendim ndal me botë tek Zoti xhallahu xhelaluhu. Ka u marrja. E si ka baheret apo? Vajza del para babës, naudhu billah, la kureç. Ku është turpi? Para gjyshit, po para mat vjetrit. Mos tas në rrugë. Ai të del pik Ramazani, këtë dunja janë gjinan, ai han buk. Pani më han, s'mo mund më gjinu premioti. Hinllon dikon shpeha. Dietarët kanë përmendur se gruaja që ka cikël menstrual, gruaja që me cikël, ajo ka haram me agjeru, duhet me prish gjinimin e vet. Megjithatë kanë thonë ruhet nuk kanë shumë publikisht, kujdeset. Ka se është shetni, kejtjen a gjerushëm. Ku e respekti? Ku e marrja? Ku e turpi? S'paku për neve, ajtë që i me gjerushëm. Se ty për ne kemë gallën pësa ta hajnë e pinë. S'na bëjmë për shtypje. Ku e turpi Allah xhallahu ala, publikisht, me dalë me të regu se one se kom gallën për këtë punë? Edhe kjo që ti përmenë, edhe kjo është pjesë e këti kaosi, mungeset të këti turpi maksimal, që ka hub në mes të njerëzve, Allah na ruaj. Njëra ekonomi po shua, nështë afër fëqijët aty, është dikush duke vdek, smut e kanë tullon në shpirt. Anin, nësë po thamë ketë me pas tash mërzi. Po është një farë respekti e Allah, du me ditë ku janë venet e caktuara, ku ngritet zëri. Kjo gjithkon. Se nëna med me kërkun heq. Thonë dëna me shku në Evropë, shka në Evropë, qëra a gudzën me lëshu, a në ka dytë muzikën që e shqezën katër ato. Po të lidhin e Allah, qojnë në burg, pagun dënim për këtë punti. Të shkon në supermarket me ble, punë tuja, nuk dina hi në kafe, a në kafeq, a darsum, a qka ka bot, për zonit të madhë të muzikës në supermarket. Qka ka lidhje supermarket e muzikë, unë se kuptaj. Qfar ka lidhje? Nuk mund mu koncentru çka kime bledh, çka kime zgjedh nga zëri i lartë i muzikës dhe i teksteve pa lidhje, degeneruese, të këngëve që i lëshojnë për supermarkete. Ato i ngon fëmija, i ngon gruaja, marrë prindi me fëmin dhe me ble, çka nin pi këngëve që lëshojnë në supermarket apo. Wallahi marrë është apo. Marrë është në shtëpi. Njëri me kon me familjet vet, çka ngon pi fjalë banalve të këngëve të ndryshme të pista që kënojnë edhe nuk i vë marrë për këtë punë. Po çka kanë me bu? Allahu po janë kohë me vet. Allahu xhallahu ala i përmirësoft. Allahu xhallahu ala na ruajt nga mos përfshira me ndrim të madh. Që vallahi ka mundësi gjithë Allahu xhallahu ala më na përfshin këtë dënim apo. Kjo është mungesë turpi, mungesë marrë. Përpara vallahi subhanallahu njëri shpinë ka dash me shit. Shpin me shit, ka interes se ka shit kërkujt pa vetë kërshit, e bën kabull që të kërshit i me mas.
Ka pas respekt, ka nder, këshia ka respekt, ka nder. Jo të është se ka gole, as kujt është shpinë, as kujt jap këta, as ka ne bjen, as s'ka ban. S'ka marrë, ka up turpi, Allah në rujtë. E ka thonë pejgamberi s.a.s. idha lem tastahi fasna ma shi't. Mos start marrë, çat dush bë. Jo na kuptojmë se ki halal, po tash nëse marrja s'nal, atë pëtie nuk ka çudi çka bën. Nuk ka çudi. Edhe kjo që ndodh kështu. Nuk kuptoj një ka gzim. Sa gzimi ka mos në vetë Allah. Edhe gzimi e ka kufin në vet. E pasi kur se përmend edhe vllajën që thirri. Hajt një ditë, pa një muj ditë gzim me pasë shpia. Kjo është tepër, vallahi, kjo është komplet e pa justifikueshme, e pa shpjegueshme. Por edhe ka ndodhur, edhe shëzërosën pikë këti veni me bo edhe këshill organeve të rendit që nuk e zbatojnë ligjin këtë drejtim, nga se ka ligj për zhurmë, edhe ka ligj për qetësi publike, po e thirr policin, a vin, a zvin, kur të vin, mas 5 ore, masin, do të them që duhet më marrë me këtë punë edhe e shteti. Ka ligj, duhet më rujt qetësia publike. Nuk ban më shqetësu këshia, as fqiu. Ki darsëm, ki gzim, është veni ku më gëzu. Ai tjetërim nga te, nështë s'ka gzim e rifi, nështë ka smuj, ka sprov, ka dek. Andaj, këto e me masët më bo. Më bo qëta me masë, sikur se ka thonë për para popullion. Vëllë ne këna pas, edhe adet të mrekullueshme, edhe fjalë të mrekullueshme i këna pas. Këti këna pas mirë. Që ka thonë për para, me marifet me bo gjithë shka. Qëse ne ka marifet në vetë, ka kufin në vetë. Por Allahu na rujt. Allahu xhalla wala na rujt. يا رب الكون يا الله من